Gjykim tjetër, por dënim i njëjtë. Rigjykimi për spitalin modular rezultoi me 3 vite burg për 14 jetët e shuara. Gjegjesisht, 2 drejtorët e spitalit të Tetovës, Florin Besimi dhe Artan Etemi, u dënuan me nga 1 vit e 6 muaj burg. Dallimi nga gjykimi paraprak është vetëm se i njëjti dënim ishte me kusht, kurse tani është burg efektiv. Ndërsa Spitali Klinik i Tetovës si subjekt juridik, ashtu si herën e kaluar, u dënua me 1 milion denar, të cilën shumë obligohet ta paguajë në afat prej 30 ditësh, pasi vendimi të bëhet i plotfuqishëm. Familjarët e viktimave nuk janë të kënaqur nga ky vendim, ashtu siç nuk ishin as në gjykimin paraprak. Mumin Ismaili thotë se të akuzuar në këtë rast duhet të ishin edhe ish-ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe dhe Koço Angjushev. Kështu që ne si familjar nuk jemi të kënaqur me vendimin që ka marrë gjyqtari për 1 vit e 6 muaj. Ne kemi thënë dhe do ta them se në rastin e spitalit u dushin të jenë të akuzuar edhe Ministri i Shëndetësisë Filipçja, Angjushev i firma Bako, instalimi i Rimës, edhe e ka një përgjegjësi. Ndehemi turpruar dalë shpi gjykatës për 14 persona vdesin, dënohen 1 vit e 6 muaj. Në zvejën e vetë gjithë është ma merë këtu sjetohet, ky shtet nuk bëhet asnjëherë. Kjo nuk është drejtësi, kështu thot i dënuari Florin Besimi, ish drejtori i Spitalit të Tetovës. Sipas tij, është shmangje nga e vërteta dhe fajtorët e vërtetë. Nga se shprehem se ky gjykim nuk synon të ta nxjerrë në pat të vërtetat, për të gjetur të vërtetën e kësaj tragjedie. Të zbuloj arsiet e zjarrit, pse ndodhi zjarri, e askush ishin përgjegjësit për ndërtimin e një objekti që u do të si letër. Si dhe nuk shqirtoi se kush lejoi që jeta e njerëzve të vihet në rrezik. Jo. Ky gjykim u kthi në një gjueti faj ndaj atyre që nuk kanë pasur as fuqinë, as përgjegjësinë për këtë tragjedi. Mua më akuzuan për mungesë të aparateve, për zjarr, a në fakt unë në thelb kam qenë kundër këtij objekti. Më kanë refuzuar edhe kam refuzuar ta pranoj këtë objekti. Vlerësojmë se ky vendim është pasojë e konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe interpretimit të gabuar të dispozitave të ligjit për procedurë penale dhe kodit penal. Kundër këtij vendimi në kohë do të deponojmë ankesë pranë gjykatës së apelit. Drejtorët Besimi dhe Etemi akuzojnë për veprën penale vepra të rënda kundër sigurisë publike, ndërsa ISHP Spitali Klinik i Tetovës për veprën penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Rasti shkoi në rigjykim pasi gjykata e apelit të Gostivarit e ka kthyer lëndën në gjykatën themelore në Tetovë. Më 8 shtator 2021 në Spitalin Modular të Tetovës, ku trajtoheshin pacientët me COVID-19, ra një zjarr i tmerrshëm i cili mori me vete 14 jetë të pacientëve, por edhe antarëve të familjeve që ndodheshin brenda. 14 persona u shpëtuan përpara se objekti të digjej plotësisht. Shkaku i zjarrit i atribuohet kabllos së djegur, ku shkëndia bëri që zjarri të përhapet dhe brenda pak minutash i gjithë spitali mori flak.